Të vijmë mëtej në kuadrin e kremtimeve të pashkëve ortodokse në katedralen Ngjallja e Krishtit në Tiranë, po kryhet shërbesa e vajtimeve dhe dalja e epitafit. Jemi në lidhje drejt për drejt në këto momente me Anila Kolgjinin, gazetaren e Euronews, për të mësuar rreth atmosferës. Besimtarët janë të pranishëm në Kish. Anila, më thuaj pak çfarë po ndodh, çfarë do të ndodh në mënyrë të përmbledhur? Të përshëndes Ilir, unë ndodhem në katedralen Ngjallja e Krishtit, aty ku qindra besimtar ortodoks janë mbledhur për të kremtuar të premten e madhe. Një ditë që simbolizon vuajtjen dhe vdekjen e Jezu Krishtit. Në fakt ajo që simbolizon këtë ditë ose të premten e Zezë, siç njihet ndryshe, është epitafi. Epitafi vendoset në fakt në një strukturë të zbukuruar në kish në mes të kishës, ku të gjithë besimtarët ortodoks kalojnë poshti në mënyrë por ulësie dhe besimi. Dalja e epitafit, e cila është një nga momentet më të rëndësishme të kësaj dite, do të bëhet në orën 19:30, e cila do të shoqërohet nga qindra besimtar, por edhe klerik, të cilët do të marrin rrugën nga katedralja në drejt sheshit Skënderbej, e më pas për të rikthyer këtë sërish në katedrale, ku do fillojnë lutjet dhe vajtimet. Patjetër që është një ditë paqe ku qindra besimtar, ashtu siç mund ta përshkruaj edhe me pamjet, me ndihmën e operatorit, ku qindra besimtar po hynë në kish, në katedrale për të lutur, ku dhe ndezin qirin në shenjë për ulësie, si dhe ku bëjnë lutjet e tyre në këtë ditë të rëndësishme. Patjetër, ashtu siç e thash, pas mbajtjes së meshës, e cila do të mbahet nga kryebashkopi Johan Pelushi, qindra qytetar do të shoqërojnë daljen e epitafit, ku do të mbahet nga katedrala drejt sheshit Skënderbej për të rikthyer sërish në katedrale. Do mundohem në fakt të marrë disa qytetarë, nëse do e kem të mundur, besimtarë të cilët janë lutur dhe po dalin nga katedralja Ngjallje e Krishtit. Është një ditë që simbolizon përkujtimin e vuajtjeve të Jezu Krishtit dhe vdekjen e tij në kryq. Procesioni i daljes së epitafit mbahet në rrugët nga klerikët dhe besimtarët, ku shpesh shoqërohet me qirin dhe këngë liturgjike. Qartë, Anila. Siç duket pra edhe në pamjet drejt për drejta, transmetuar në këto momente, besimtarë të shumtë i drejtohen kishës në këtë ditë të rëndësishme për ta, siç konfirmoi edhe Anila, do të kryen ceremonitë që përkojnë me këtë ditë të shënuar pra për të gjithë besimtarët ortodoks. Jemi me pamjet e drejt për drejta nga katedralja Ngjallja e Krishtit. Nëse e ketë mundur, Anila, që të marrësh ndonjë prononcim në këto momente, do t'ishte mirë. Nëse jo, mund t'i lësh qytetarët besimtarët që të kryejnë ritualin e tyre. Përshëndetje. Për çfarë luteni sot? Nuk jemi të kamera. Happy Easter. Përshëndetje. Përshëndetje. Vive nusen. Mirë, Anila. Qytetarët në fakt e kanë pak të vështirë që të përgjigjen. Qartë. Unë falenderoj për gjitha informacionet e përcjella, për atmosferën. Por siç mund ta shohim, Po. Siç mund ta shohim, kanë ardhur qindra qytetarë të shoqëruar me familjarët e tyre, ka shumë fëmijë të cilët kanë ardhur të lutem së bashku me prindrit e tyre në këtë ditë të shenjtë që simbolizon vuajtjen e Jezu Krishtit. Anila, faleminderit. Ndërkohë ditën e nesërme që është e shtuna e madhe dhe e diela e Pashkëve. Faleminderit. Mirë, ishim me Anila nga katedralja Ngjallja e Krishtit, përcollëm atmosferën në këto momente besimtarë që i drejtoheshin kishës për të kryer ritualin e kësaj dite shumë të rëndësishme për gjithë ortodoksët. Kemi mbritur në fund të kësaj hapësire për lajmet më të reja nga vendi. Rajoni dhe bota, ju mund të shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Tashmë programet tona mund të ndiqni edhe në radio, në frekuencën 105.7. Përshëndetemi këtu në orën 19:00, jeni me Mirela Milorin.